Përshëndetje të nderuar miq të FSHV TV, do të jemi së bashku në transmetimin e drejt për drejt të përballjes miqësore mes Shqipërisë U17 dhe Slovenisë U17, një ndeshje që zhvillohet në shtëpinë e futbollit pranë ambienteve të FSHV, teksa skuadra e drejtuar nga Fatjon Tafaj luan një tjetër ndeshje me rëndësi për të vijuar përgatitjet në kuadër të përballjeve të nëntorit në kualifikueset e Europianit. Ndërkohë që Shqipëria duhet theksuar që vjen nga minuta e parë me portierin Clayton Uruçi për të vjuar më pas me mbrojtësit Joel Mezani, kapitenin Konstantinos Varesis, Denis Ettore Piero dhe Petro Marko. Ndërkohë në mesfush janë të pozicionuar Dion Vata, Kledi Qosje, Matias Alasufi dhe Frenci Mali, ndërkohë që në sulm janë të pozicionuar Sokol Uldedaj dhe Ermal Ymeri. Nga ana tjetër Slovenia vjen me Matej Dezelak, Filip Kodelja, Matic Drobnic, Blas Kovac, Robin, Luka Karapetrovic, Luka Kokol, Aleksej Shuptalo, Tristan Kotar, Gabriel Bogatinov dhe Tarik Harçević. Kujtëm të gatshëm në stol për Shqipërinë janë Simon Leshi, Majko Luka, Elsoni Mallari, Orgesa Lili, Diones Peraj, Enea Bilishti, Kledi Kaçeli, Emiliano Malko dhe Alvin Mahmutaj. Normalisht është një ndeshje miqësore dhe do të kemi ndryshime të shumta edhe në pjesën e dytë, ku do të jepet shansi pothuajse të gjithë lojtarëve. Në ditën e djeshme u zhvillua dhe takimi miqësor i Shqipërisë U21 të drejtuar nga Alban Bushi, ku fitoi me rezultatin 2-0 ndaj Samarinos me gola të realizuar nga Kevin Dodaj dhe Feta Fetaj. Një vazhdimësi e ndeshjeve të kombëtarëve gjatë këtyre ditëve, jo vetëm grup moshat, por edhe kombëtarja A, që do të ketë sonte ndeshjen decizive përballë Serbisë në orën 20:45, ndërkohë që 3 ditë më vonë do të pres këtu në Air Albania Jordanin në një ndeshje miqësore. Gjithçka gati për startin e takimit. Kujtojmë që Shqipëria luajti për të fundit me Polonin më 4 shtator, një tjetër ndeshje miqësore ku barazoi 1-1 dhe shënua mand të një golit realizuar nga Elsoni Mallari. Topin e parë nga qendra do ta luajnë lojtarët e Shqipërisë. Pritet vetëm vërshëllima e gjyqtarit në këto momente për të dhënë startin e takimit. Me njerë një rivën janësore që i takon Slovenisë. Një kjo rivën e gjatë me duar, me njerë dueli fituar nga Joel Mezani. E kontrolon Varesis. Mban edhe shëritin e kapitenit. Shkëmben pasime me Petro Markon. Vata. Në shumë siguri me zotrimin e topit, Vata, një lojtar i cili aktivizohet me skuadrën e Partizanit. Kërkon të konsolidohet Shqipëria U17, tjetër fitore ndaj një kundërshtari si Slovenia, pa diskutim që do të ishte një sinjal shumë pozitiv. Drobnic. E kthen topin drejt Dezelak. Edhe i tjetër pasimin e qendër. Vjen me shumë forcë në thelsi, mundësi e mirë për Kokol për të afrimin e shokëve të skuadrës. Marko arrin ta largoj rrezikun. Megjithatë Slovenia vjen të mbetet aty, teksa kërkon të shfaq sinjale të rrezikshme që në startin e takimit. Mirë pasimi në qendër.
Vjen një tjetër korridor në krahun e majt, një mundësi e rrezikshme për të provuar harkimin, por e kontrollon Clayton Uruçi. E lexon mjaft mirë trajektorin e atij aksioni. Piero Vata. Marko. Mezani. Provon këtë top të gjatë përpara. Nuk ka shumë suport aty. Kombëtare Kuqezi. Topi i larguar me kokë, fitohet një tjetër duel nga Slovenia në mesfush. Vjen i bukur ky pasim në krahun e djathtë, mundësi fantastike për Shuptalo. Vjen në arkimi ulet drejt zonës, topi që mbetet aty dhe nuk shfrytëzohet. Kledi Qosja ndërhyn dhe fiton këtë faull. Avancoi mjaft mirë përpara Kledi Qosja, por u ndal në mënyrë të gabuar. Rinis edhe një tjetër lojë me shpejtësi. Varesis. Vata. Qarkullon mirë tashmë. Pasimi gabuar nga ana e Marcos. Provohet ky driblim. Nuk kanë shanse për të avancuar me tutje. Vjen vertikalizimi rrezikshëm, por edhe një tjetër pozicionuar mjaft mirë Denis Ettore Piero. Ka nisur me shumë ekuilibër kjo ndeshje me të dyja skuadrat që tregojnë kujdes maksimal, sidomos në fazën mbrojtëse. Slovenia po afrohet gradualisht drejt zonës Kuqezi, mirë po Shqipëria ende nuk ka ndërtuar një aksion drejt portës slovene. Dezelak. Kovac. Topi gjatë i dërguar përpara në thelësi, por edhe një tjetër Uruçi arrin të ndërhy. Piero. Kërkohet në krahun e majt Mali. Në mbi pozicion ky avancim i Allasufit, por ka shkaktuar një faull Matias Allasufi. Kokol. Dezelak. Përsëri Matej Dezelak. Kodelia. Kovac. Kërkohet topin në krahun tjetër. Vjen ky top mjaft i rrezikshëm drejt Kotar. I delaj top, Kotar. Jon të tregohet shumë këmbgulës me topin e zotërim, pretendon edhe një goditje dënimi tashmë. Varesis arrin ta rikuperojë topin. Insistues Varesis. Ka tashmë një rivendje anësore për Sloveninë. Shutalo. Mbetet në metrat e fundit kombëtarja slovene. Aleksej Shutalo. Vjen rivendja e tij me duar. Mali. Arrin të devijojë të top. Rivendja tashmë takon Shqipërisë. Konstantinos Varesis. Rivendja e tij, marrje mjaft e mirë e Malit. Qosja. E zhvendos të top në ekran e djathtë. Kontrolli mjaft i mirë nga Mezani. Edhe një tjetër në dispozicionin e Qosjes. Me kokë ndërhyrja. Mali. Provon të driblojë kundërshtari, nuk ja del përballë Kotar. Bëhet shumë mirë tashmë Slovenia. Tjetër avancimi i rrezikshëm, Kokol, një korridor dhe një mundësi fantastike tashmë për Bogatinov.
brenda zonës. Bokatinov mundohet të krijojë hapësirën dhe mbyllet në mënyrë të shkëlqyer nga Piero. Arrin të mbyll hapësirën kundërshtarit dhe t'jap vetëm një rivendje fundore Clayton Uruçit. Vion të na rrezikojë Slovenia në startin e takimit, teksa ka fituar më tepër epërsi territoriale në të ndeshje deri më tani. Vata. Në djathtë topi. Ka një rivendje zhvendosë të lojë në kraun tjetër. Varesis. Piero. Allasufi. Kërkon të vjojë në kraun e majt aksoni, nuk ja del me sukses. Vata e ul mjaft mirë. E kthen tashmë me shumë siguri drejt Uruçit. Në të majt topi. Kërkon tashmë Dion Vata. Edhe rritë mbrapa, pasimet sakta të Dion Vatës. Kokol. Ndivimi sakt nga Vata. Aksioni vion edhe një tjetër nga Majta. Kërkon Slovenia të betet e rrezikshme, arkimi drejt zonës, mbyllet nga Vata. Edhe një tjetër e kanë topin në dispozicion Kara Petrovic. Shutalo. Rivendje anësore. Dhjetë minuta të luajtura. Gjithçka e barabartë 0-0. Me Shqipërinë që mendon më tepër për mbrojtje në fillimin e kësaj sfide. Shutalo. Vjen në goditja e parë nga këndi për këtë sfidë. I takon Slovenisë. Mund të rrezikojnë nëpërmjet kësaj situate standarde tashmë. Kombëtarja slovene. Të gjithë pozicionohen në zonën e 16 metrave. Vjen në arkim i lartë dhe kontrollon mjaft mirë Uruçi. Me shumë siguri tashmë. Clayton Uruçi. Marko. Përvot ky avancim përpara. Vata nuk arrin të përfitojë në kraun e majt. Është Harçević. Harçević bllokohet mjaft mirë nga Joel Mezani. Me sparkat arrin të bllokojë kundërshtarin, goditja e dytë nga këndi. Do të shkojë për të ekzekutuar Tristan Kotar. Edhe herë tjetër një shans i volitshëm për Sloveninë. Vjen ky arkim i lartë drejt zonës, por ka kaluar përtej vijës fundore. Mali. Shutalo. Edhe një tjetër zotëron topin. Rivendje anësore për Shqipërinë. Kujtojmë që në muajin nëntor Shqipëria do të luajë 3 ndeshje përballë Holandës, Kroacisë dhe Kazakistanit në 11, 14 dhe 17 nëntor. Piero. Vata. Përsëri Dion Vata. Zhvendoset lojë në kraun tjetër. Vata.
Provon në këtë pasim, arrin të nxjerrë mirë skuadrën, por nuk përfitohet në krahun e djathtë nga Allasufi. Ende asnjë kontakt për sulmuesit në metrat e fundit të gjysmëfushës slovene. Blas Kovac, Dezelak. Kovac. E shvendosë edhe një tjetër lojën. Dezelak. Nuk majt topi. Vjen ky krosimi rrezikshëm. Largo topi. Aksioni vion edhe një tjetër për Sloveni, ndërhyn sakt Jon Vata. Edhe një tjetër. Një tentativ, por duhet përsëritur edhe një tjetër aksioni. Kara Petrovic. Dezelak. Jenut maj topi. Blas Kovac. Shutalo. Ndryrje mjaft e mirë nga Varesis. Edhe tjetër do të Kara Petrovic, por ka një mundësi tashmë Shqipëria për të avancuar përpara rrezikshëm. E kontrollon Allasufi, faulli takon Shqipërisë. Matias Allasufi. Kledi Qosja. Jetë mbrapa për tek Marko. Zhvendoset lojën në krahun tjetër. Aksioni që vijon përsëri. Allasufi nuk arrin ta shtypë përpara dhe vjen ky largim tashmë nga Marko. Shutalo. Vjen me duar. Mali. Vata. Lë mbrapa për tek Piero. Topi gjatë i dërguar përpara. Kërkohet në atë situatë Ymeri. Qosja. Avancim tashmë nga Xhoel Mezani. Vertikalizimin e krahun e djathtë ka mundësinë Uldedaj. I thënë Uldedaj. Vonohet edhe një tjetër Uldedaj, krosimi drejt zonës, mjaft i rrezikshëm, largohet me kokë. Një tjetër tentativë për Shqipërinë dhe vjen ndërhyrje saktë Blas Kovac. Dalja e parë e Shqipërisë në fazën sulmuese, rikuperim fantastik i topit nga Mali, por në proces ka shkaktuar një faull. Ndërhyrje e gabuar ndaj Tristan Kotar. Nuk është as pak dakord. Ermal Ymeri. Goditje dënimi për Sloveninë. Mbrojt mirë në situatën e mëparshme. Blas Kovac. Kara Petrovic. Edhe një tjetër Kovac. Vjen pasimin e krahunit djathtë. Provon në kombinimin Kotar, devijohet edhe një tjetër në rrëvendje anësore, vijon të qëndroj në mbrojtje Shqipëria. Shutalo. Provon avancimin përpara Kotar. Vjen kjo ndërhyrje. Përsëri një rrëvendje anësore. Rrëvendje me duar. Mundësi tashmë brenda zonës, vjen ndërhyrje saktë. Jana Clayton Uruçit. Ende nuk ka pasur as goditje në kuadrat nga secila skuadër. Varesis.
Marko. Vata. Vot topi gjatë i dërguar përpara. Shërbim mjaft i mirë. Mezani. Varesis. Tjetër topi gjatë. Uldedaj. Kontrollon mjaft mirë në këto momente. Vata. Vata vonohet shumë me mbajtjen e topit. Kokol. E rikuperon përsëri Vata. Allasufi. Mjaft i mirë pasimi. Mundësi tashmë për Shqipërinë, por nuk vjen vertikalizimi i dur drejt fazës sulmuese. Kotar. Tjetër topi i rikuperuar. Ymeri e humbet topin. Po shfaqet më kërkuese në minutat e fundit Shqipëria. Drobnic. Pasimi drejt Filip Kodeljes. Kovac. Fiton metra të rëndësishme tashmë së Slovenia. Korridori përpara. Petro Marko me kokë. Fiton një tjetër duel ajror. Shutalo. Kotar. Arrim të fitoj këtë riveni anësore. Varesis. Allasufi. Ndërkohë Petro Marko në vështirësi. E kthen për te Kuruçi. Vjen pasimi drejt Pieros. Topi gjatë i dërguar përpara, ai gabuar krejtësisht. E ka përsëri në dispozicion Slovenia. Kotar, në mbi pozicion edhe Shutalo, vjen arkimi drejt zonës me kokë Piero, topi që mbetet aty, tentativa me të majtën. Jashtë skuadradit, Luka Kokol. Juajtja e parë vjen nga Luka Kokol, por nuk e ka shenjestërën e duhur tani. Uruçi. Nuk përfiton Frenci Mali. Gabon edhe Ermal Ymeri. Kovac. Drobnic. Përsëri ky pasim. Në kombinimet mes lojtarëve sloven, është rikuperuar mjaft mirë topi nga Piero, më pas nuk e vazhdoi siç duhet Sokol Uldedaj. Shutalo. Drobnic. Blas Kovac. Topi gjatë i dërguar përpara. Provot ky kalim nga ana e Kotar, mundësi mjaft e mirë brenda zonës. Kotar. Fiton edhe goditjen e tretë nga këndi Slovenia. Deri më tani vetëm një tentativë është regjistruar. Provon të vjojë rrezikun kombëtarja slovene. Vjen në ky krosim i rrezikshëm drejt zonës, ka dalë Uruçi. Faul ndaj Klejdon Uruçit. Piero. Varesis. Provot ky kalim përpara. Fitohet kjo rivënie nga Matias Allasufi.
Edhe Sufi që bën pjesë tek skuadra Pro Patrias. Ndërkohë që do të ketë një pushim të shkurtër për freskimin e lojtarëve. Deri më tani një ndeshje më e mirë nga ana e Slovenisë, që ka pasur më tepër qarkullim topi dhe një goditje të regjistruar, ndërkohë për Shqipërinë ende duhet të presim. Shpresojmë që të shohim një ndryshim në minutat në vijim, por ka qenë më kontrolluese e këtij takimi Slovenia, e drejtuar nga Vukdalić Muamer. Vukdalić Muamer, 47 vjeçari sloven, e drejton kombëtarin U17 që prej një koriku të këtij viti është vetëm ndeshja e tretë në stol. Ka drejtuar të gjithë grup moshat e Slovenisë. Ndërkohë që më herët ka pasur dhe Mariborin U19 po në Sloveni. Nga ana tjetër, Fation Tafaj vjen pas një eksperiencë me Kuksin dhe si asistent i Dinamos. I kemë po ashtu edhe asistent tek Partizani, Shkëndija, Kuksi. Je mëruar 3 korik tek Shqipëria U17. Mirë, ky kalim përpara. Ymeri. Dion Vata. Marko. E shpëndos lojën në krahun e djathtë. Fantastik topi për Joel Mezanin. Vjen tashmë arkimi drejt zonës, me kokë vjen kjo ndërhyrje. Arrin të mbrojë shkëlqyeshëm kombëtarja slovene. Është Varesis me topin e zotërim. Edhe tjetër kanë mundësinë për të avancuar lojtarët kuqezi. Topi në krahun e djathtë drejt Mezanit. Dueli fituar. Mundësi mjaft e mirë për Uldedajn. Uldedaj 1-1 me kundërshtarin. Gjithë Uldedaj provon këtë driblim. Punohet shumë me mbajtjen e topit. Dion Vata. Varesis shman kundërshtarin dhe fiton këtë faull. Konstantinos Varesis. Varesis që luan me skuadrën e Fiorentinës. Ka këtë goditje dënimi në dispozicion tashmë Shqipëria. Të shumë se çfarë do të sjellë ky moment. E para situatë standarde që i paraqitet kuqezinjve në 25 minuta të lojës. Matias Alasufi. Dhe Kledi Qosja tek topi. Vjen arkimi totalisht i gabuar. Mund të provojë Slovenia kundër sulmit në këto momente. Vjen ky vertikalizim përpara. Topi që rikuperohet tashmë me shpejtësi nga Varesis, i cili gabon totalisht me topin e kthyer mbrapa, i dhuron një mundësi Kotar në krahun e djathtë. Kotar vjen në pasimi i tij. Edhe një tjetër këmbgulës dhe fiton këtë faull Shqipëria. Shfaqi shumë pas sigurim atë top të kthyer Varesis. Uruçi. Edhe tjetër top i gjatë i dërguar përpara me kokë vjen ndërhyrja. Ka mundësinë tashmë Alasufi. E ka rikuperuar topin. Një tjetër devijim. Me topin që i takon slovenëve. Vuaj mende në fazën sulmuese. Kovač.
Majt vjen topi. Marko. Varesis. Marko. Gabon totalisht me këtë top të spostuar në krahun e djathtë. Kryqëzia kryqëzohet me skuadrën e Bylisit. Dezelak. Blaz Kovac. Topi gjati i dërguar nga ana e tij. Kontroll jo i mirë nga Varesis. Vjen në arkimi drejt zonës. Dion Vata. Ermal Ymeri. Topi gjatë nga ana e tij. Ymeri. Avancon me shpejtësi tashmë përpara. Ermal Ymeri, një mundësi fantastike për Shqipërinë. Ymeri, pasimi drejt qendrës. Shansi ideal për Uldedajn, por nuk e shfrytëzon siç duhet. Aksioni vjen përsëri. Alla Sufi. Mundohet të shman kundërshtarin. Kjo ndërhyrje në krahun e majt nga Ymeri, por e kemi shpërdoruar një mundësi mjaft premtuese në këto momente. Në 30 minuta, një nga të pakta dalje kërcënuese në fazën ofensive të kuqezinëve. Blaz Kovac. Shërben tashmë në krahun e djathtë aty ku gjendet Aleksej Shutalo. E lë edhe një ditë mbrapa topin Kovac. Vion të qarkulloj Slovenia. Kovac. Sigurisht që edhe trajnerët do të mundohen të bëjnë ndryshime të shumta në pjesën e dytë, duke qenë se ka një numër të pakufizuar zëvendësimesh. Vata. Nuk kuptohet tashmë me shokun e skuadrës, Luka Karapetrovic. Topi që i takon Shqipërisë. Jenë në rivënja. Mundësi mjaft e mirë për slovenët, vertikalizimi, del sakt Clayton Uruçi. Në njerë nis aksionin në krahun e majt. Mali. Edhe tjetër me kokë ndërhyrja. Dion Vata. Varesis. Zhvendoset lojën në krahun tjetër. Piero. Top i gabuar tani. Vertikalizimi mjaft i mirë për Slovenin. Kanë shansin brenda zone. Piero. Me shumë siguri në këto momente Mezani do ta mbajë brenda vijave, nuk ja del me sukses. Shutalo. Djathtë topi. Tjetër rivënia anësore. Zhvendosje e lojës në krahun tjetër. Si mjaft e mirë në këto momente. Shutalo, tentativa me të majtën. Shlarguar sakt. Uldedaj.
Kjo Uldedaj. Kledi Qosja. Ndot ky vertikalizim, Kledi Qosja. Tjetër shans mjaft I mirë, harkimi drejt zonës. Kokole ka larguar. Marko. Uruçi. Kontrollon tashmë mjaft mirë Vata. Vertikalizimi përpara. Tjetër ndërhyrje sakt. Mali. Vata. Nuk e del dot për të avancuar. Tjetër top I fort në krahun e majt. Mali. Uldedaj. Aleksej Shutalo. Qarkullon pa probleme tashmë. Vata me shumë siguri me topin e zotrim. Por ky top I gabuar dhe ka ndërhyrje krejtësisht e panevojshme ndaj Uldedajt dhe do të vi kartoni I parë I verdhë I kësaj sfide. Ndërshkohet qendërmbrojtësi Matic, Drobnic dhe ka një goditë dënimi tashmë për Shqipërinë. Tjetër mundësi tashmë për Shqipërinë për të rrezikuar. 10 minuta nga fundi pjesës së parë. Tjetër goditje standarde nuk u shfrytzuar siç duhet, megjithatë të shohim nëse do të ketë sukses tani. Allasufi dhe Qosja janë aty. Niset Allasufi, një tjetër harkim totalisht I gabuar. Qosja. Vertikalizimi I tij lë shumë për të dëshiruar. Rivënë me duar. Kokol. Vjen pasimi në krahun e majt. Jo të luajë mjaft mirë Slovenia. Gazkovac. Shtim përpara me topin. Pasimi sakt për tek Aleksej Shutalo, një tjetër korridor përpara dhe mbyllje fantastike nga Konstantinos Varesis. Goditja e katërt nga këndi për Sloveninë. Asnjë goditë nga këndi nuk ka pasur në dispozicion Shqipëria. Tjetër shans. Në tashmë arkimi I rrezikshëm në shtyllën e dytë, kontrollohet nga Uruçi. Vonohet Clayton Uruçi. Varesis. Vata. Tjetër top I lën mbrapa. Uruçi.
provot ky kalim. Top që kthehet drejt Uruçit. Gabriel Bogatinov. Matias Alasufi. Alasufi. Driblon mjaft mirë tashmë me topin në zotërim Dion Vata. Mali, marrje fantastike e topit. Frenzy Mali, shtim përpara me topin. Frenzy Mali, goditje e gabuar. Tentativa e parë e Shqipërisë. Tjetër rikuperimi i topit. Kovac. Dezelak. Vjen ky vertikalizim. Kotar. Ndryrje mjaft e mirë. Me 5 goditje nga këndi. Tjetër mundësi për të rrezikuar. Jenë në kërkim i rrezikshëm, largohet shkëlqyeshëm. Tjetër rasti i artë. Dion Vata e ka larguar. Shpendosje e lojës në krahun e majt. Të provot harkimi dhe topi përfundon jashtë skuadratit. Shumë nëse ka pasur një prekje nga lojtarët Kuqezi. Dhe po me sa duket. Jon të mbetet përpara Slovenia. Ashtu sikur se ka kontrolluar të gjithë të pjesë të parë, vjen të shfaqet kërkuese edhe në fundin e saj. Tjetër mundësi. Luka Kokol. Vjen arkimi drejt zonës i rrezikshëm. Vjen kjo ndryrje e Uruçit, mund të avancojë përpara Dion Vata, shman kundërshtarin. Vata fiton këtë faull. Topi fort në këto momente. Tjetër mundësi. Mezani. Tjetër faulli i shkaktuar. Kovac. Shutaro.
Dalin në Crown e Majt. Mezani. Faul i fituar. Do ta marrë Ruçi. Toj fort nga e Uruçit. Në kokë ndërhyrja. Ketër dueli fituar nga në Slovenëve. Në mundësi mjaft e mirë në dispozicion me Kotar. Ndërhyrje që konsiderohet plotësisht rregullt nga ana e gjyqtarit. Mundësi e rrezikshme tashmë në krahun e djathtë. Mund të përfitojë Shqipëria tashmë në fundin e pjesës së parë. I shpejt me Zani, por lëshon më tepër se ç'duhet atë top. Tjetër kalim në krahun e Majt. Qëndron aty Dion Vata. Karapetrovic. Shmanget mirë me topin. Kovac. Djath vjen ky pasim, Kotar. Aleksej Shutalo. Nuk arrin ta shfrytëzojë siç duhet. Merë me qetësi, Clayton Uruçi janë sekondat e fundit kohës të rregullt në këtë pjesë të parë. Varesis. Marko. Vata. Shmanget shkëlqyeshëm. Vetëm 1 minutë shtesë në fundin e pjesës parë. Me kokë ndërhyrja nga Piero. Qosja. Edhe tjetër me zotrimin e topit. Blas Kovac. Aleksej Shutalo. Një Shutalo. Rëvën e kita kon Shqipërisë. Varesis, Vata. Po vot një tjetër top i gjatë nga ana e tij, ky duel i shpejt i rrezikshëm nga Uldedaj. Një Uldedaj vonohet shumë, humbet shansi për të goditur. Riveri ansore. Por kaq mjafton për këtë pjesë të parë, mbyllet 0-0 mes Shqipërisë U17 dhe Slovenisë U17, pa gola, teksa Slovenia ka qenë më kërkuese, ndërsa Shqipëria ka pritur më tepër në fazën mbrojtëse. Pushimi i shkurtër, rikthehemi së bashku përsëri pas pak minutash. Një tjetër përshëndetje, miq të nderuar të FSHV TV, do të rikthehemi përsëri me pjesën e dytë të takimit Shqipëri U17 Sloveni U17. Kujtojmë që kjo përballje u mbyll në pjesën e parë 0-0. Pa gola të realizuar, teksa ishte një takim më i mirë i zhvilluar nga ana e Slovenisë, që deri me tani ka pasur më tepër kontroll.
por nuk ka arritur të konkretizoj rezultatin. Gati për të filluar gjithçka. Do të jetë Slovenia që do të startojë. Ky pasim në ekranin e djathtë. Dezelak. Dropnic. Topi gjatë përpara. Ende asnjë ndryshim nga ana e Shqipërisë. Shohim se çfarë do të sjellë kjo mundësi. Në top i gjatë, drejtën e duart e Klejdon Uruçit. Pasimin e qendër për tek Dion Vata. Varesis. Majt. Dhe topi lën drejt Marcos. Piero. Topi lën thellësi, e mbyll mjaft mirë që në mbrojtësi Kovac. Dhe kjo tentativë që nuk shfrytëzohet nga ana e kuqezimeve. Tentativë mjaft interesante. Duhet të shumta në mesfush. Gabriel. Provot kalimin e krahun e Majt. Ka tashmë një sinjalizim nga ana e gjyqtarit. Nis edhe një tjetër nga mbrojtja për Shqipërinë. Me Piero. Arrin të shërbejnë në ekranin e djathtë mjaft mirë me topin drejt e Mezanit. Vertikalizimin në ekranin e djathtë është mundësia për Uldedajn. Gjithnjë Uldedaj me topin e zotrim. Kedi Qosja. Vjen në arkimi drejt zonës, drejtën e duart e Dezelak. Asnjë shqetësim për Matej Dezelak në këto momente. Kokol. Edhe një tjetër provohet Filip Kodelia. Është bërë më kërkuese Shqipëria tashmë në pjesën e dytë. E ka nisur më mirë këtë fraksion loje. Vjen me njëherë pasimin në ekranin e djathtë, duke gjendet me njëherë Mezani. Është i shpejt Joel Mezani, mund të provojë krosimin. E lën mjaft mirë topin brapa. Në dispozicion e ka Uldedaj. Qosja. Ky vertikalizim përpara,
Pa mundur për të mbërritur nga Sokol Uldedaj. Një rrjetë që nuk shfrytëzohet siç duhet. Kokol. Edhe tjetër Luka Kokol. Tosja. Drobnic. Kokol. Nëse lojës në krahun e djathtë. Këtë majt topi. Kokol. Këtë mundësi e rrezikshme, vertikalizimi brenda zonës, mund të shfrytëzohet dhe ka penalti. Penalti për Slovenin. Fiton një 11 metrash në minutën e 51. Ka një mundësi të ardhë për të shblokuar takimin në shtëpinë e futbollit në këtë emisore të 17 vjeçarëve. Një ndërhyrje e gabuar brenda zonës. Sjell këtë 11 metrash që duket se do të merret përsipër. Tashmë janë e lojtarit të ardhur nga Stori. Pikërisht Tian Nai Koren, lojtari Club Brugge. Fokusuar Tian Nai Koren përballë Uruçit. Shumë se cili do dalë fitues. Në këtë moment shumë decisiv të kësaj ndeshje. Niset Koren, tentativa me djathtë në trekëndësh. Realizon Slovenia 0-1 rezultati. Tregon shumë i sakt Tian Nai Koren. Edhe në krahun e kundërt portierin Clayton Uruçi. Dhe zhblokon gjithçka në shtëpinë e futbollit për shifrat 0-1. Po kërkonte golin me gulm edhe në pjesën e parë. Megjithatë shpërblet për tentativat e shumta tashmë në minutën e 52. Anë lojtarit e Club Brugge në Belgjik. Tian Nai Koren. Gati për të rifilluar edhe një tjetër. Majt. Piero. Tjetër pastim. Ka një rivënje anësore. Do të provoj të reagoj tashmë Shqipëria dhe bën me njerë gati lëvizjet nga Stori. Tentativa nga distanca, shkon jashtë kuadratit. Do të aktivizohen dy lojtarë tashmë për Shqipërinë. Dy ndryshimet me njëshme nga Fatjon Tafaj. Top shumë i fort. Në djathtë topi. Shënon se kjo e sakt drejt Kovac. Në të majt. Sim në të majt. Vjen në arkimi drejt zonës. Vjen ajo ndërprerje e shkëlqyer. Ende nuk del topi jashtë, teksa bëhet gati Elson Himallari. Merr udhëzimet e fundit nga Fatjon Tafaj.
Luka Karapetrovic. Pasimi mjaft I mirë në krahun e majt. Është Kokol. Mund të provot një tjetër situatë e rrezikshme. Ka përsëri mundësi në dispozicion me anë të Koren. Maj topi Kokol. Narkimi në krahun e djathtë. Qarkullon me një sekuencë të gjatë pasimesh tashmë Slovenia. Ka një mundësi për të rrezikuar me anë të Shutalo. Fiton bukur në qendër dhe më pas ky pasim jo I duhur. Luka Kokol. Edhe tjetër në krahun e majt. E ka përsëri në dispozicion dhe tashmë del topi jashtë vijave, mund kryej zëvendësimi. Vjen momenti për Elson Himallarin, do të dalë nga fusha e lojës Kledi Qosja. Do të ketë tashmë vend për lojtarin e Partizanit I grumbulluar edhe me ekipin e parë të Partizanit, protagonist e grup moshat e të kuqve, shënojnë në ndeshjen e fundit miqësore të Shqipërisë përballë Polonisë në barazimin 1-1. Shpresojmë që do të arrijë të ketë kontribut pozitiv edhe në këtë takim. Jenë me njerë ky top drejt qendrës. Matic Drobnic. Shkon me njerë në fazën e sulmit Himallari. Dezerak. Filip Kodelia. Drobnic. Drobnic. Jenë në këtë pasim drejt Kovac. Ose të në krahun tjetër. Luka Kokol. Qendër topi. Drobnic. Një top I gjatë. Do të pozicionohet tashmë Varesis dhe fiton këtë goditje nga këndi tjetër Slovenia. Vion të mbetet përpara e 7-ta goditje nga këndi për slovenët. Ka një tjetër mundësi në dispozicion. Ka nisur shpejt loja. Mund të provot një arkim I rrezikshëm, është bllokuar. Edhe një tjetër tentativa me kohë. Këto që mbetet aty dhe një ndërhyrje fantastike nga Clayton Uruçi. Arrit të bëjë një ndërhyrje shumë të rëndësishme për të mbajtur rezultatin në 0-1. Clayton Uruçi. E 8-ta goditje nga këndi, ende asnjë për Shqipërinë. Qëndrojnë të gjithë në zonën e 5 metrave, duke izoluar pothuajse portierin. Bën shumë të vështirë në këto momente. Të shohim çfarë skeme do të jetë nga Slovenia. Jenë arkimi I rrezikshëm drejt zonës, e kontrollon Uruçi, me herë mund të dalë në kundërsulm Shqipëria. Vonohet Uruçi. Lidh topin në zorgu gjendet kapiteni Varesis. Maj topi. Shansi një aksionit të rrezikshëm për Shqipërinë. Është pikërisht me topin e zotërim Qosja. Topi I shkëlqyer në krahun e djathtë, por nuk e mbrin Joel Mezani. Petro Marko. Drobnic. Blaz Kovac. Luka Kokol. Në të majtë topi. Luka Kokol. Tjetër mundësi për Slovenia nga djathta, driblimi I shkëlqyer.
Qëndron përballë dhe Allasufi. Nuk e mbrin Allasufi. Pion të shfaqjet shumë këmbgulse. Slovenia pavarësisht se kryeson 1-0. Kombinimet e sakta tani. Topi që lihet mbrapa për tek Varesis. Detyrohet ta largoj topin në rrjedhën anësore, nuk ka opsion tjetër. Konstantinos Varesis, 60 minuta lojë, kryeson në Slovenia 0-1, fal një goli të realizuar me penalti në minutën e 52 nga Tjan Naj Koren. Kokol. Koren. Depërtimi mirë brenda zonës, pasimi drejt qendrës, topi që mbetet brenda zonës. Edhe një tjetër e kanë rikuperuar shumë shpejt me anë të Kotar. Gazkovac. Edhe një tjetër vertikalizimi. Ka dalë Uruçi. Varesis. Topi fort përpara. Kovac. Në ky vertikalizim mjaft i mirë për Robin. Avancon përpara Tristan Kotar nga djatha. Një Kotar. Luka Karapetrovic. Robin. Godita nga distanca. Përfundon jashtë kuadratit. Zëvendësime të tjera edhe tek Slovenia. Aktivizohet tashmë në fushën e lojës edhe Taj Prinç me numrin 6. 10 minuta dhe për Din Okanovic. Si edhe për Maj Balazic. Freskon organikën, tashmë trajneri Muamer. Mirë. Gati për të nisur gjithçka. Ka një ndarjes lojës. Stafit miksor për Malin. Zëvendësime të tjera tek Shqipëria. Do të aktivizohet tani në fushën e lojës dhe Emiliano Malko. Ndërkohë që do të ketë minuta edhe për Enea Bilishtin. Largohet në fushën e lojës Dion Vata. Në zuar të orkidjeve. Enea Bilishti merr vendin e tij. Rifillon edhe erdhja të loja, tashmë pas pauzës disa minutëshe. Topi gjati i dërguar përpara. Mundësi mjaft e mirë për Slovenin. Topi që rikuperohet tani pa faul. Tjetër shans për kombëtaren slovene. Koren mund të provoj një tentativ Koren, e zhvendos bukur në krahun e djathtë.
Ta shfrytëzoj tashmë këtë mundësi Slovenia. Largimi i rrezikshëm drejt zonës me kokë, tentativa dhe është larguar në goditje nga këndi. Vjojmë të vuajmë dhe të kemi vështirësinë e daljet në fazën sulmuese. Shans mjaft i mirë. Vjen tani ky arkim ka kushtuar Uruçi. Mundohet Bilishti. Jënë slovenet të pandalshëm në iniciativat e tyre. Mund të provohet një tjetër krosim i rrezikshëm drejt zonës, tentativa me kokë dhe kjo juajtje që ka përfunduar jashtë. Do të ketë një rivene fundore për Uruçin. 3 avancime ka bërë deri më tani Shqipëria, Bilishti, Malko dhe Elson Himallari. Topi brenda zonës. Piero. Topi fort përpara. Me kokë vjen kjo ndërhyrje. Do si luhet tani në ekranin e djathtë, prekje topit nga Elson Himallari, prekja atje e parë. Vjen ky vertikalizim përpara, por përpaksa nuk përfundon në këmbët e Sokol Uldedajt. Sakta këto pasime. Bogatinov. Blazkovac. Matic, Drobnic. Tjetër rivene ansore. Ndjek Himallari. Drobnic. Mund të krijoj përsëri një tjetër aksion të rrezikshëm Slovenia. Blazkovac. Ka ardhur pasimi drejt Luka Sokol. Rikuperohet mjaft mirë topi, mundësia për të avancuar në këtë aksion të rrezikshëm. Ermal Ymeri. Ymeri, topi kontrolluar mjaft mirë. Edhe tjetër e kanë dispozicion me Pieron. Uruçi. E shkelmon topin në krahun e majt. Me kokë vjen ndërhyrja. Përsëri slovenët që mbeten aty. Robin. Shim përpara me topin në Robin. Vjen tani tentativa nga distanca, është bllokuar. Himallari afrohet. Dhe ka një faull të shkaktuar nga Elson Himallari. As shumë vështirësi Shqipëria tashmë për të rrezikuar përpara, tjetër pushim për të dyja skuadrat për të freskuar. Vendos gjithçka një gol i minutës 52 i realizuar nga Tjan Najkoren. Po vuajmë shumë në fazën ofensive për të krijuar aksione të rrezikshme dhe për të dalë përpara për të kërcënuar portën slovene. Megjithatë kanë mbetur diçka më shumë se 20 minuta nga përfundimi i kohës së rregullt dhe ende është gjithçka e hapur sa i takon rezultatit. Gati për të rifilluar. Zëvendësim tjetër tek Slovenia. Dhe sfida tani për Luka Kokol.
Në vendin e tij do të aktivizohet Tian Maçak. Koren. Enis Meyer me pasime të shkurtra. Drobnic. Shërben në krahun e djathtë. Djathtë topi. Provohet një tjetër vertikalizim. Vjen ky arkim drejt zonës. Topi që mbetet aty në duart e Uruçit. Mësia për dalje edhe një tjetër Shqipëria. Uruçi. Këtë mbrapa Maçak. Dezelak. Gabon me këtë pasim, riveni ansori takon Shqipërisë. Duhet të nxitem në këto momente, vjen pasimi në të majt. Edhe tjetër kjo dalje mjaft e rrezikshme. Ndërhyrje sakte Kovac. Kalimi fantastik. Tashmë Okanovic. Pasimi nga djathta. Mund të shfrytëzojnë një tjetër rast slovene tashmë edhe për golin e dytë. Topi që mbetet aty. Mundësia për të provuar goditje ndalet nga portieri. Edhe një tjetër iniciativa e slovenëve. Vion aksioni, tentativa me të majtën, në shtyll ndalet. Balazic. Jenë shtyllën me këtë goditje. Shumë pranë, golit të dytë, panik në mbrojtjen, Kuqezi. Japim shumë territor, Slovenis. Që vion të ketë superioritetin e këtë ndeshje. Me kokë në ryrja. Fiton atë duel mjaft mirë Elsoni Mallari, mundësi tashmë në krahun e majt për Shqipërinë. Në të majt të shtopi. Marko. Vertikalizimi. Një shans brenda zonës për Shqipërinë, por nuk kthehet brenda vijave. Topi i dërguar përpara. Nuk arrin të përfitojë në herën e parë. Piero dhe në fund jemi me fat që nuk ka asnjë lojtar sloven për të përfituar nga ai pasim. Kalim fantastik. Maçak. Arkimi drejt zonës. Nuk e shfrytëzon asnjë lojtar. Po këmbgul në minutat e fundit Slovenia për të dyfishuar rezultatet dhe për të shënuar edhe një gol sigurie. Vjen tashmë arkimi drejt zonës, me kokë vjen ndërhyrja. Kovac. Mundësi mjaft e mirë. Maçak. Arrin ta mbajë në dispozicion Maçak. Kalimi fantastik. Në fund ka ardhur kjo ndërhyrje. Riveni me duar.
Kovac. Matic Drobnic. Majt kjo dalje. Maçak. Është Koren me topin në zotrim. Koren. Do të shmang kundërshtarin. Koren. Jon të mbaj me shumë siguri topin. E shvendos tani në krahun e djathtë. Përvot kjo tentativë të majtën, qendrore në duart e Uruçit. Uruçi. Topi fort përpara. Tjetër mundësi në këto momente për Malkon. Bën gati të dy zëvendësime të tjera tashmë. Fation Tafaj. Do të aktivizohen në fushën e lojës edhe Orges Halili dhe Alvin Mahmutaj. Maçak. Okanović. Blazkovac. Në të majtë topi. Të tjera kombinime. Një mundësi tashmë për Markon. Një shans mjaft i mirë për Shqipërinë me anë të këtij kundërsulmi, por gabojmë edhe në pasimet më të thjeshta. Shohim nëse do të vinë tani zëvendësimet. Vjen kjo rivëri me duar. Shutalo. Me kokë në ryrja. Lyveni ansore. Shumë kërkon zëvendësim Marko. Koren. Kovac. Përvot ky avancim i rrezikshëm. Tentativa tashmë e gabuar. Vjen momenti i zëvendësimeve. Mbyllet sfida për Sokol Uldedaj. Aktivizohet tani Mahmutaj. Ndërkohë që do të ketë vend edhe për numrin 16 Orges Halili. Këtë lojë ndalur. Jo në aksionit tashmë. As vështirësi Uruçi në nisjen e lojës. Topi gjatë nga ana e Uruçit.
10 minuta të mbetura deri në përfundimin e kohës së rregullt. Një nga shanset minimale të Shqipërisë në këtë pjesë të dytë. Të shohim se çfarë do të sjellë kjo goditje standarde. Vjen Arkimi drejt zonës, topi që mbetet aty, shansi ideal dhe largohet në momentin e fundit. Çfarë mundësie për Shqipërinë për të barazuar shifrat. Shumë pranë golit të barazimit. Rasti më i mirë në të gjithë sfidën për kombëtaren Kuqezi. Një shans brillant. Ishte Kledi Qosja. Topi fort për para. Mundësi mjaft e mirë në krahun e djathtë. Ka një tjetër goditje nga këndi. Të shohim se çfarë do të sjellë kjo tentativë. Vjen në kërkim topi që mbetet në shtyllën e parë. Me vështirësi Shqipëria nuk arrin ta nxjerrë. Drobnic. Arkimi drejt zonës, Himallari. Provohet ky kundërsulm përpara, nuk vjen pasimi ideal. Joel Mezani. Varesis. Primç. Drobnic. Koren. Është vendos me herë në krahun tjetër. Rast mjaft i mirë për Sloveninë. Dhe tashmë është Mezani që e shfrytëzon. Primç. Drobnic. Drobnic. Edhe tjetër kombinime të sakta. Dalje mjaft e mirë në krahun e majt. Bogatinov. Koren, mjaft mirë me atë top të duruar. Maçak. Bogatinov. Arkimi i tij i lartë. Topi që mbetet aty për Okanovic. Lojtari sapo futur në fushën e lojës Okanovic. Tjetër shans. Arkimi drejt zonës. Godita me kokë dhe shkon në rrjet. Super gol Slovenia. 0-2 rezultati. Shënon tashmë edhe golin e sigurisë. Një realizim brillant me kokë për të vulosur këtë fitore. Vërtet një realizim mjaft i bukur tani. Asnjë mundësi për Uruçin. Pas asaj goditje brillante me kokë. Një arkim i shkëlqyer nga djathta. Dhe më pas realizimi me kokë që vjen nga ana e numrit 10 Miha Matjashec, lojtari i Salzburgut. Ai që ndeshkon tashmë Shqipërinë. 0-2. Realizim mjaft i mirë nga Miha Matjashec. Një gol që jep edhe goditjen përfundimtare tashmë Shqipërisë. Në minutën e 84. Në ka bërë të pamundur reagimin.
Piero. Që kthehet drejt Uruçit, ka dalë portieri Kleton Uruçi. Imallari. Ka marrë një goditje tashmë Elson Imallari. Loja vijon në krahun tjetër, kërkon edhe golin e 3 Slovenia dhe 0-3. Shënon përsëri Jan Nojkoren. 2 golesh për mesfushorin. Fillimisht me penalti, edhe tashmë realizon edhe golin e 3. 0-3. Ndërkohë që Imallari u dëmtua kjo pas saj përplasje në fillimin e aksionit. Në pas u realizua goli për të çuar shifrat në 0-3. Një paraqitje superiore e Slovenisë, që ka arritur të marrë më të mirën se përballje, në bazë edhe të lojës që ka zhvilluar. Kontrolloi edhe në pjesën e parë, por edhe në pjesën e dytë takimin. Është ringritur Imallari. Të demoralizuar tashmë lojtarët kuqezi. Koren me 2 gola. Në tjetër kalimi i rrezikshëm. Mund të përfitoj me atë goditje drejtë në duart e Uruçit. Ymeri. Tjetër goditje dënimi për Sloveninë. Primç. Ka topin në dispozicion. Zhvendoset lojë në krahun tjetër. Tjetër mundësi tashmë për të provuar tentativën, topi që mbetet aty, kërkohet edhe goli i 4, por ka një pozicion jashtë loje. Një tashmë ndërprerja janë e gjyqtarit. Një paraqitje ku do të nxjerrim shumë leksione për të ardhmen. Kujtojmë do të kemi 3 ndeshje të rëndësishme në muajin nëntor për fazën kualifikuese të Europianit. Avancë përpara. Goditje dënimi në favor të Shqipërisë. Jenë në kërkim drejt zonës, largohet mjaft mirë. Është ndalur loja më herët. Do ta nisë nga mbrojtja Slovenia. Edhe tjetër kalim në krahun e djathtë. Kërkohet edhe goli 4 për slovenët, tentativa ndalet nga Uruçi. Arrin të shpëtoj skuadrën nga hapësimi i golit të 4.
një tjetër mba topi në dispozicion. Kjo në sekundat e fundit kohës së rregullt. Do të mësojmë edhe kohën shtesë pas pak. Por nuk lejon asnjë minutë më tepër gjyqtari kryesor. Mbyllet 0-3 në favor të Slovenisë. Kjo ndeshje miqësore mes Shqipërisë U17 dhe Slovenisë U17. Një paraqitje zhgënjyese teksa Slovenia arrin të marrë maksimumin fal 3 golave të realizuar në pjesën e dytë. Një dopjet e Tijan Naj Koren i ardhur nga Stori fillimisht në minutën e 52 nga pika e bardhë e penaltis dhe në fund në të 86-ën ku shënoi edhe të tretin Koren, ndërkohë që golin e dytë e realizoi Miha Matjasec në minutën e 84 teksa merr një fitore bindse kështu Slovenia, ndërkohë që Shqipëria ka nevojë për një autokritik të fuqishme, duke qenë se presin përballje të rëndësishme në muajin nëntor, do thuaj ndaj Holandës U17, Kroacisë U17 dhe Kazakistanit U17 për kualifikueset e Europianit. Kemi ardhur në fundin e transmetimit, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj në FSHV TV. Bashkë të ndajemi këtu dhe do dëgjohemi në të tjera transmetime.